Në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër u zhvillua gara e vrapimit e organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Malia. Aktiviteti sportiv mbulli së bashku nxënës nga shkollat nëntëvjeçare të Bashkisë Shkodër, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot energji. Në garën e vrapimit morën pjesë mbi 120 nxënës, përfaqësues nga afërsisht 40 shkolla të ndryshme të qytetit dhe zonave përreth. Fëmijët u përfshin në një sër disiplinash vrapimi, duke treguar talent, përkushtim dhe frymë të shëndetshme me garuese. Aktiviteti sotëm është aktiviteti i garave të vrapimit, që zhvillohet mes shkollave nëntëvjeçare që përfshin Bashkia Shkodër. Është aktiviteti i dytë sportiv sipas planit vjetor për simjet për Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Marrin pjesë 120 fëmijë nga rreth 40 shkolla që do të garojnë sipas 4 kategorive. Kategoria arsimi fillor femna, arsimi fillor meshkuj dhe arsimi i mesëm i ulët femra dhe arsimi i mesëm i ulët meshkuj. Dhe normalisht gjitha aktivitetet sipas planit vjetor Qendrës Kulturore fillojnë sipas në përputhje me vitin shkollor, sepse Qendra Kulturore punon në koordinim me ZVA-n dhe Bashkinë Shkodër. Ky aktivitet është kthyer në një traditë të dashur për komunitetin shkodran, gara me fëmijë mirëprit nga prindërit, mësuesit dhe të pranishmit, të cilët përgëzuan fëmijët për përpjekjen dhe shpirtin garues.